بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. آه، Mirë vëllezër të nderuar, pasi autori foli domthonë për rastet kur gusli është sunnet, tash fillon me i përmend disa dispozita që kanë të bëjnë me guslin, që mund të jenë disa obligim ose sunnet ose mekruh e kështu me radhë. Kjo është edhe pjesa e fundit domthonë rreth guslit. Edhe pse autori nuk e ka përmend ato mënyrën e goslit si me bo kështu pak më të detajzume, do të si është sunet për shkak, siç e përmendëm gosli e ka kuptimin e larjes së gjithë trupit. Andaj kjo është ajo forma e, e cila është kryesore, do të që uji me depërtu në gjitha pjesët e trupit, pastaj do të ato sunetet mirë, po inshallah do mundohemi me pas një ders, do të rreth formës së goslit që është më së miri me bo format e saj, apo ndonjë video kështu më të veçantë për to. Mirë, autori po vazhdon tash po i përmend disa dispozita dhe e para që po përmend po thot wa tanqudu al-mar'atu sha'raha li haydhin wa nifasin la janabatin idha rawat usulahu. Gjë e parë po thot dhe gruaja i zgjidh flokët ose gërshetat ose që shtojmë të na këtë gjuhën bistek. Dohon, la janabatin idha rawat usulu. Dohon, për guslin e ciklit menstrual dhe të lehunis dhe jo po thot të gjunullakut nëse uji ka depërtu në rënjët e flokë. Dohon, autori këto po ndon këtë mesele tash në dy raste, në dy gjendje. Kur është gusli i ciklit menstrual dhe lehunis edhe kur është gusli i gjunullakut. Dohon po bën dallimin. Mirë, për guslin e gjunullakut, dohon nuk është obligim, po thot, kuptohet ajo gjëja kryesore është që uji me arrit, domthon tek rrënjët e flokëve, siç do e përmendim tash hadithin, edhe kjo është me pajtueshmëri të dietarëve, domthon sa i përket guslit të gjunullakut. Argument për këta domthon është hadithi i Ummu Salama që e ka pyetur domthon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë domthon inni imra ashaddu dhafra ra'si, domthon jam një grua e cila i lidhi domthon flokët. Edhe po e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa anquduhu li ghusl al-janaba, dhe a me i zgjidh për guslin e gjunullakut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la inma yakfik an tahthi ala ra'sik thalatha hathayat. Jo thot, mirë po të mjafton ty, do të që ti me gju kokës ujë, do të tre grushta, tre grushta. Thumma tufidhina alejk al-ma fa tadhhurin. Dhe pastaj do të me gju ujë trupit dhe pastrohesh. Do të në këtë hadith çka po kuptojmë që Ummu Salama ka pyet për guslin e gjunullakut edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jo, nuk do të mjafton vetëm me i vendos ujë kokës edhe me arrit ujë në rrënjët e flokëve. Mirë, do kjo është sa i përket guslit në gjunullak. Tash ky khilafi ka arrit tek gusli i ciklit edhe i lehunis. Këto do të bëhet khilafi. Hanbelit si që e pam, do të për shkak se ky libër është i bazuar në mëdhëbin Hanbeli, po thonë që është obligim. Edhe kjo është për një prej meseleve që Hanbelit janë veçu. Ndërsa për dietarë bashkëkohor këtë mendim e ka domthon Sheikh Albani rahimahullah dhe Sheikh Fawzani, Allahu rujt. Mirë, argumentin do të që e përdorin është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, thonë kur ka ndash me kry haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po na tregon Aisha radhiyallahu anha që thot fa adrakani yawm Arafa wa ana haid, i ka ardhur cikli Aishës radhiyallahu anha, edhe nuk ka mujt që me kanë e gatshme për me bë umrën. Do me bë umrën pastaj haxhi edhe thot fashakautu dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka
është anku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da'i umratik wanqudi ra'sik wamtashiti wa halli bil hajj. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam leje umrën dhe pastaj i thot zgjidhi flokët edhe krehi ato dhe bëje njëtin vetëm për haqë. Donë si që dini, këtë nuk është koha donë tash për me fol për llojet e haxhit, mirë po donë është mundet me hy njeriu edhe direkt në haxh pa e kry umrën, haxhi ifrat. Domethënë ajo që na nevojitet është këtu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë domethënë me i zgjidh flokët. Dhe gjendja e Aishës radiallahu anha ka qenë me cikël menstrual. Kështu që thonë kjo është argument që në këso raste atëherë don ka përjashtim. Dhe si që dim, lehunia i merr gjykimet e ciklit menstrual. Kështu që në momentin kur është me ngusli i ciklit menstrual, edhe i lehonisë atëherë themi që gruaja duhet me i zgjidh flokët. Një për argumenteve tjera që e kanë përmendur është për shkak se dallimi mes gjunollokut edhe ciklit apo lehonisë në aspektin e vështirësisë thonë është për shkak se gusli i gjunollokut përsëritet edhe është më i shpejt, ndërsa cikli dhe lehonisë është më i rrallë. Kështu që për shkak se është më i shpejt, atëherë mund të ketë vështirësi që gjithmonë me i zgjidh. Kështu që në këtë rast thonë atëherë kjo është një prej argumenteve që i lehtësohet çështja te gusli i gjunollokut përveç domthonë teksteve që i përmendum. Ky është mendimi i Ambelive, ndërsa xhumhuri pjesa tjetër e mëdhëbeve, siç janë Hanefit, Malikit dhe Shafit, thonë është sunet. Dhe këtë mendim prej dietarëve bashkëkohore kanë marrë edhe Sheikh Ibn Uthaymeen dhe Sheikh Bin Bazi, Allahu i mëshiroft gjithë. Argumenti i cilën e përdorin që nuk është obligim, është argumenti i cilën e tham më herët te Ummu Salama ku ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për guslin e gjunollokut edhe i ka thonë mjaftohesh, thonë që vetëm me i gju ujë kokës 3 herë. Po ashtu thonë është transmetu edhe prej Aishës radhiyallahu anha gjithashtu që i kanë thonë Aishës që Abdullah ibn Amr pi urdhëron gratë domthonë me kur të marrin gusull që me i zgjidh flokët. Edhe Aisha po thotë sa e çuditshme domthonë kjo gjë. Edhe thot apo i apo i urdhëron edhe me i hek flokët. Edhe thot pastaj Aisha radhiyallahu anha që una kuntu aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa la azid ala an ufriq ala ra'si thalatha an ifraghat. Dhe thot una ku marr gusull don bashk don është pasur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pe një të vetme edhe nuk kum shtu më shumë se sa don që i kam gju ujit që i kam gju ujë kokës 3 grushta. Po ashtu nga An-Nafi është transmetuar që gratë domthonë e Ibn Omerit kur kanë marrë gusull edhe guslin e gjunollokut edhe guslin e ciklit menstrual thot fala yanqudna ru'usahun. Falni. Dhe nuk i kanë zgjidh flokët as për guslin e gjunollokut e as për guslin e ciklit menstrual. Edhe këto domthonë ka transmetuar Ibn Abi Shaybe dhe isnedi është sahih. On kjo është mendimi që kjo është sunnet. Ndërsa në atë argumentin që e kanë përdorur domthonë që lexuam më herët e mendimi i parë që është obligim i kundërpërgjigjen se ajo ka qenë gusli i ihramit. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë me bën niyet për haxhin dhe ka qenë gusull i ihramit dhe nuk ka qenë gusull që është specifikuar vetëm me ciklin menstrual. Dhe sa i përket se si cili është mendim ma i sakt Allahu alem aja që unë anoj ma shumë pa e prejrë meselin shumë është sunet edhe në rastet kur është për cikël menstrual dhe lehunis dhe nuk ka ndonjë dallim tash për guslin e gjunollokut ndërsa ajo që gusli i gjunollokut është më i shpeshtë se sa cikli ky lloj argumenti që e kanë pru disa dietar është analogji
është qiyas, mirë po duke pas parasysh që i kemi tekstet, atëherë domthonë është mirë me u kap më shumë me tekste. Allahu alem. Mirë. Kjo domthonë ishte sa i përket kësaj çështje të zgjidhja e flokëve. Mirë, pastaj autori po vazhdon edhe po përmend çështën tjetër dhe po thotë wa sunna tawadda'un bi muddin wa ightisalin bi sa'. Mirë. Dhe po thotë dhe është sunet marrja e abdesit me sasi të al-mud edhe as-sa' edhe guslit me as-sa'. Al-mud edhe as-sa' këto janë njësi matëse. Që shkurtimisht domthonjë që mos më u detajizu sepse kanë folë domthonjë ulemat këto pastaj kur i kanë bë atë për llogaritjen ka khilaf nganjëherë se sa do të më merre kështu që kur e kanë kthy në gram mirë po ajo që mujna me thonë el mud domthonjë është gjysmë litre ujë edhe sa domthonjë është 2 litra deri në 2,5 litra domthonjë 2 litra është parafërsisht kjo sa 2 e diçka. Mirë po është përmendur në hadith që shkon deri në 2,5 litra dhe argument për ta për këtë meselë është që transmetohet nga Enesi radiallahu anhu që ka thonë kanë nëbiu sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi wa yaghtasil bis sa'. Don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes në sasitë al mud, don kjo gjysmë litre edhe ka marrë gusull don në sasitë as-sa'. Edhe në hadith është ardhur ila 5 amdad. Deri në 5 amdad, do është për qëllim, shtohet pak, do në gjysmë litre, që kjo mud, do 5 amdad, do 5 el mudda i bjen do 2,5 litra. Parafërsisht do atë. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, tash meselja e kësaj çështje, edhe pse te ghusli domthon ka pe ulemave që thojnë nuk matet kjo, domthon me kështu, nuk ka diçka domthon patjetër që duhet me mat, mirë po sa mjaftohesh. Kështu që si parim duke pas domthon parasysh që tash ne domthon nuk i përdorim këto, nuk pastrohemi me enë ose nuk marrim abdes me enë, edhe domthon këtu tash nuk janë këtu qeshme të kështë më radhë që nuk mundesh me mat se sa po shpenzon. Mirë po, ne duhet me pas parasysh, siç thotë edhe autori në çështjen tjetër, wa kuriha israf te primin e ujë. Israfi, domthon është i urrym mes me e tepru në shpenzimin e ujit. Si parim në këtë çështje, atëherë themi që njeriu do të me llogarit, domthon në momentin kur merr abdes, mos me lëshu shumë ujë, po aq sa i nevojitet. Dhe tash, aq sa shpenzon ujë për me marr abdes nga një herë, ose nga 2 herë, nëse e merr, ose nga 3 herë, domthon aq sa është abdesi, ka themi që e ke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ashtu te gusli, nëse merr gusull, edhe domthon për shembull është vetëm kur për guslin dhe nuk ke diçka, thjesht me bë gusull, atëherë aq sa mendon që ti e ke arrit, domthon e ke praktikuar sunetin ose nëse nuk e praktikon krejt sunetet, për shembull thjesht pastrimin e trupit komplet, aq sa mendon që ka arrit ujin e pjesës të trupit, atëherë themi që e ke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe nuk e bë israf. Për shkak se domthon israfi është një gjë e urryme. E disa, siç është edhe Sheikhul Islami, domthon ka përmend që është edhe haram. Kjo sa i përket israfit ka edhe hadith, domthon që transmetohet prej Abdullah bin Amr që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Don ka kalu nga ka Sa'di dhe ka po duke marr abdes. Edhe i ka thonë ma hadha sarf, don çka është kjo israf këtu me ujë kur ka marr abdes. Edhe i ka thonë domthon Sa'di ka thonë a fil wudu'i israf, a dhe në abdes ka israf. Ka thonë po, wa in kunta ala nahri jari. Onë edhe nëse je një lum që rrjedh, edhe nëse je ato, prapë se prapë nuk dush me shpenzu ujë shumë për me marr abdes. Prandaj edhe Sheikhul Islami si thash, thotë edhe është haram, përkundrazi është israfi, është haram domethënë në gjërat të cilat ty të lejohet me vepru, mirë po nëse e tepron to, duke u bazuar në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, thotë wala tusrifu, dhe mos bëni israf, domethënë mos shpenzoni shumë pa nevojë.
Mirë po, domthonë ne themi që është e urryme edhe njeriu domthonë duhet me pas parasysh këtë çështje që mos më shpenzu shumë ujë, mirë po atë sa e sheh që është e nevojshme që ka kryer domthonë nevojën e tij dhe ka pasur trupin ashtu sa si ta kanë. Mirë. Pastaj çështja tjetër që po përmend autori lidhet me niyetin dhe po thot fa in nawa bil ghusli raf al hadathaini aw al hadath wa atlaq irtafa'a. Thot nëse e bën niyet kur të merr gusull që me i largu dy hadetha. Don kupton e hadethi i madh quhet gusli, ndërsa hadeth i vogël quhet abdesi. Thot nëse ke marr gusull edhe ke bo njet, dohon me i largu dy haditha, që do thot edhe për gusl, edhe për abdes, atëherë thot ose veç ke thonë për hadith, me i largu hadithi, nuk e ke përcaktu, atëherë thot, atëherë vlen për të dyjat. Vlen për të dyjat. Mirë, kjo i ka disa gjendje. Po, themi do në tri gjendje që i kemi paraqit këtu. Gjendja parë është nëse e bën njet për gusl edhe abdes. Nëse e bën njet për gusl edhe abdes, atëherë vlen për të dyja. Dhe keni parasysh, jemi duke fol për gusl, nuk jemi duke fol për pastrimin normal, që thjesht mu pastru pa pas gusl. Jemi të fol për gusl. Se në momenti kur themi një hadeth, dhe më është një adhurim në këtë rast, atëherë në këtë rast thojnë në hadithin e vogël, e madh, hen edhe hadithi i vogël, dhe më edhe abdesi edhe gusli. Për shkak se do në ka përngjasime në këtë mesil. Ndërsa nëse hen thjesht me u pastru, thjesht me pastru trupin dhe nuk ka njet, nuk i gusull. Atëherë në këtë rast nuk vlen kjo mesele për cilën jena duke fol. Do nëse e bën njet për gusull, edhe për abdes, të dyja i e bën njet, atëherë vlen për të dyja. Nëse e bën njet vetëm për largimin e hadithit si tha autori, në përgjithësi, atëherë thon vlen edhe për abdes, nëse nuk i ke përcaktu. Thjesht e din që do mi hek hadithin. E nëse e bën njet vetëm për gusl, atëherë këtu ka khilaf. Disa për ulemave thonë nuk vlen për abdes. Nëse ke thonë veç gusl, pra ke bën njet veç guslin, nuk e ke bën njet abdes, atëherë nuk vlen për abdes. E disa për ulemave thonë dohon vlen edhe për abdes. Shekull Islami thotë që edhe Shekh Ibn Uthejmini gjithashtu ka thënë që vlen edhe për abdes. Nëse ke bë njet vetëm për gusl, nuk ka të keqe për shkak se aty hyn edhe hadithi i vogël. Allahu alem. Do shta më e mirë dhe më e sigurt është që njeriu më bën njet paktën edhe për abdes dhe jo vetëm për gusl. Kuptohet domosdoshmë nëse e bën guslin edhe e fut ujin në gojë edhe në hun, edhe pastaj e pastron trupin komplet, duke mos e prek normal organin gjenital si pas një mendimi, atëherë ngjihet që edhe ke bë gusull edhe ke marr abdes. Për shkak se inshallah për mendimi më i saktë në gusull nuk është më rëndësi, nuk është domthon kusht renditja. Nuk është kusht renditja, domthon edhe nëse je duke u pastru trupin edhe pastaj e fut ujin në gojë edhe në hun, atëherë vlen inshallah, nuk është e njëjta gjë sikur në abdes. Ndërsa sa i përket kësaj çështjes së fundit, do të thonë që një me bën niyet për konsull më e mirë dhe më afërt është që me bën niyet edhe për abdes. Mos me lë niyetin vetëm për guslin edhe pastaj me thonë që kam edhe abdes. Edhe një herë po tham, kjo çështje vlen kur njeriu bën gusull dhe jo pastrim të përditshëm. Do të thonë që me vlet për abdes. Ë mirë. Do të thonë ata që thojnë nuk vlen për abdes, argumentohen me hadithin që inë me l'amelu bin njet. Onë që veprat janë si pas njetit. Nëse e ke bo njet, vlen. Nëse nuk e ke bo njet, nuk vlen. Nërsa ata që thojnë vlen edhe për abdes, thojnë Allah subhanahu wa ta'ala thëtë wa in kuntum junuban fattahharu. Nëse jeni me gjunub, në gjendjen gjunub me gjunub, atëherë thëtë fattahharu pastrani. Edhe thojnë doon këtu nuk ka orë me një detajizëm më të shumë, atëherë e ka quajt tahara, edhe këtu hyn edhe gusli edhe edhe abdesi. Siç thash domthon siç thotë Sheikhul Islam ibn Taymija dhe këtë mendim e ka edhe Sheikh Ibn Uthayminia. Allah i mëshiroft. Mirë. Pastaj autori tash po i përmend edhe një meselë tjetër dhe po thotë wa sunna li junubin ghaslu farjihim
فرجه والوضوء غسل فرجه والوضوء dhe thëtë është sunet për ato që është gjunup, pastrimi i organit edhe abdesi. Dhe po përmend në cilat raste është ky sunet dhe po thot li aklin wa shurbin wa naumin wa muawadati wat'in. Thot në rastin do para ngrënies dhe pirjes, para gjumit edhe para kthimit do në marrëdhënie. Do para ngrënies edhe pijes, nëse do njëri është gjunup, do dënë me hongër dhe me pithet, është më e mirë për ta dhe sunet është që on e pastruaj organin edhe me marr abdes. Edhe nëse don me flajt, do para gjumit, edhe nëse për shembull personi dëshiron me u kthy do në marrëdhënie, ka bën marrëdhënie on me gruan dhe pastaj kthehet prap, atëherë le të jetë mes dyne abdes. Do ashtu siç ka ardhur në për hadithe, tash do i lexoj. Sa i përket para ngrënies dhe pirjes është harë në hadithin e Aishës radhiyallahu عنها që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana idha arada an ya'kula aw yanam tawadda wa ta'ni wa huwa junub. Thot hadithin e Aishës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ka dashur me hangër apo me flajt, thot tawadda, ka marr abdes. Edhe një hadith tjetër është transmetuar domthonjë që kur ka dashur me flajt, ka pastru ghasala farjahu, e ka pastru organin e tij. Mirë. Ndërsa sa i përket gjumit është ardhur nga Omeri radhiyallahu anhu që e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë yarqudu ahaduna wa huwa junub. A me flajt dikush prej nesh? A do na bën me flajt ndërsa ne jemi në gjendjen e gjunublloku, do duke qenë gjunub? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na'am idha tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Po thot nëse keni marr abdes, nëse merr dikush prej jush abdes dhe ai është në gjendje, do të është në gjendje të gjunubllogut, atëherë thot le të flan. Do nëse merr abdes. E disa kanë thonë edhe është obligim. On duke u bazu në këtë hadith kanë thonë edhe është obligim. Mirë po, ajo që është më afër është që është sunnet. Nëse dikush don me flajt, atëherë dhe do më flajt në gjendjen e gjunublloku, atëherë më mirë është me marr abdes. Mirë po, autori po thotë wal ghuslu laha afdal. Pa dyshim, ghusli është më i mirë në këtë rast. Është sunet nëse ti do me flajt në çat gjendje. Për ndryshe, ajo që është më përsore është që me marr ghusl. Edhe mos me flajt në gjendjen e gjunublllokut. Mirë po nëse don me flajt, atëherë ty të lejohet. Një gjë aty dhe nuk themi që është ndalueshme, mirë po, atëherë themi më e mirë është me marr abdes. Të paktën do me marr abdes. Tash autori gjën e fundit që po thot për gjumin dhe po thot wa kuriha. Naumu junubin bila wudu dhe po thot makruh apo rrymë. Don po e veçan që për gjumin po thot është makruh edhe urryme me flajt. Ndërsa për raste të tjera, edhe nëse nuk i ke praktiku, atëherë nuk ke rënë diçka që është makruh ose urryme. Ndërsa për gjumin po. Don kjo është këtu ka khilaf. Për çështje tjera jo, për të gjumi ka khilaf me ulemave, do që është edhe mëdhëbi Hanbeli këtu, që është edhe mendimi mëdhëbit Shafi që është makruh. Këta ka zgjedhur Sheikhul Islami. Edhe kjo është duke argumentuar me hadithin e Omerit, që ka pyet pejgamberin, ai ka thonë po nëse merr abdes. Atëherë, edhe nëse themi që kjo lëdën në sunnet, thot lënia e saj është makruh. Disa kanë thonë nuk është, do thonë makruh. Nëse flan pa abdes dhe duke qenë në gjunublak duke u argumentu me një hadith tjetër të Aishës që ka thonë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junub wala yamassu ma'an. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka flaj duke qenë gjunub dhe nuk e ka prej ujin, do thonë nuk treguohet që nuk ka marr abdes. Hanefi thonë më mirë është domthonë me marr abdes, disa kanë thonë edhe është obligim si që janë dhahirit, duke bazuar në hadithin që e përmendëm më herët. Mirë po, inshallah themi që kjo është sunnet, është më mirë me u vepru, mirë po edhe nëse i lënë inshallah nuk themi që ka bë diçka të keq ose
me kro. Duke e pas parasysh nëse veç flen, do në këtë gjendje për ndryshe gusli është më i mirë, pa dyshim. Mirë, kjo dhe më ishte se për këtë gusli që ka përmen autori në këtë liber, e, dhe inshallah pastaj në dersin e ashëm nëse mundi me e bëjmë një ders rreth formës të guslit, se si është më smiri me bëha guslin, apo e bëjmë thash një video pak më të veçantë, e shohim inshallah. Mirë po tema e radhës është tejemumi. Tema e radhës është tejemumi. Deri atëherë, Allahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.